pra politika, majtas dhe djathtas në fakt, sulmojnë drejtësinë. Vetëm modalitetet ndryshojnë. Po të vjere, këta të PD-s ishin një sulm drejt për drejt, jo nisur nga interesi publik, po nga interesi i tyre. Shumë nga ta deputet që bënin pyetje për hallin e tyre me SPAK-un. Dhe shumica dormuese e tyre bënin pyetje për hallin që Sali Berisha ka me drejtësinë. Në fakt, edhe nga krau majorancës, kush e ka ndjekur me vëmendje dhe unë pata vëmendje për ta parë dhe pash dy përfaqësues me peshë të tyre, Gjiknuri dhe Xhafa, se tjerë pastaj ishin thjesht kontorno, të cilët thanë disa fjalë të hidhura për drejtësinë. Njëri i cili thoshte, kush ka kohë edhe mund ta analizoj, që drejtësia nuk mund të vijë, drejtësia në një shoqëri nuk mund të vijë nga drejtësia, po mund të vijë vetëm nga paktet politike dhe mund të vijë nga parlamenti. Që në fakt është një sakrilegj politik ta thuash. Gjiknuri kë. Ndërkohë, Xhafa tha diçka edhe më të rëndë se sa kaq, që kanë nevojë sot që për çështje të kozgjatjes së hetimeve, të vendosjes së masave të arrestit në burg, apo dhe ndalimit të sekretit hetimor, apo bërjes publike të medjave, në fakt të thuash këto gjëra është ta godasësh mu në zemër sistemin e drejtësisë. Pra, shiftni se sa të rakorduar janë me njëri tjetrin, sigurisht zhurmaxhin ishin nga ana e PD-s, kanë humbur çfarë do lloj sensi publik të një projekti politik për të ardhur në qeverisje, të dorëzuar, përfundimisht, halli vetëm është halli privat, i tyre apo i kreut të tyre, dhe nga ana tjetër, po e njëjta gjë, mazhoranca që ka numrat tashmë, e cila çdo lëvizje e saj është ato që është e aftë të bëj dëm në sistemin e drejtësisë, duket që është një rakordim i hidhur dhe një heqje çfarë do lloj maske hipokrizie që kanë mbajtur deri tani. Kujtoni 9 vite më parë, thanë të dyja palët me 140 vota. Që do ta ngrenë sistemin e drejtësisë dhe reformën. Por nuk do të ketë asnjë lloj influencë qoftë për së largu nga politika dhe se do t'i nështroheshin politikës. Dita e zërtetës ishte dje dhe shqiptarët e bën. Dhe sot, jo më lartë se sot, zoti Berisha tha që zoti Domani nuk i duronte dot pyetjet, se për të ishin shigjeta, duke akuzuar atë në fakt si avokatin e korrupsionit edhe kryesisht duke e atashuar me zotin Rama. Sulme këto të përsëritura, le të themi, që vinë në adresë të Domanit. Dhe alogjike. Sepse mua nuk më duket që të jesh avokat i Ramës dhe të procedosh ish zëvendës kryeministrin, të procedosh ish deputetin Bllako, të procedosh ish ministrin Koka, të procedosh, se po i numëroj tani, ish ministrin Beqa, të procedosh kryetarin e Bashkisë Veliaj, të procedosh, siç ka ndodhur, edhe zëvendës, e ka proceduar me aq sa ç'media thon, edhe zëvendës kryeministrin detyrë Balluku. Çdo gjë mund të jesh, vetëm avokat i Ramës jo. A do të vi momenti të procedohet edhe vetë i zoti Punus? Sigurisht, por një gjë mund ta them me siguri, se për këtë që jeton në këtë shoqërinë tonë, mund të krijohen edhe ide të gabuara, një gjë mund ta them me bindje, që SPAK-u sot nuk është në kontroll të kryeministit Rama. Përkundrazi. Po për këta janë të gjithë bishta për opozitën. Koka është Edi Rama, dhe nëse Domani dje thot që nuk ka të paprekshëm nga drejtësia, pyetja të zezë mbi të bardhë që ju bë është që Rama nuk është prekur. Rama është i paprekshëm. Jo, parë në perceptim, çdo kush mund të thotë, po pse të mos bëhet barazi? Do ditur Berisha. Po pse me barazi është drejtësia? Këtu pastaj fillojnë, mendjet e arsyeshme fillojnë dhe të mendojnë. Nuk është drejtësia ajo që ecën edhe me barazin. Një këtej, jo. Ajo është vetëm politizim. Me fakt. Ajo se çfarë do duhet të tregoj për mendimin tim që është i pavarur, dhe për mua SPAK-u e ka treguar, është që sa herë ka ardhur një kallëzim, ka ndodhur një ngjarje, të ketë filluar procedimin penal dhe në dijenin time më rezulton që edhe për një sër çështjesh që edhe nga përfaqësues të Partisë Demokratike janë çuar në SPAK, kanë filluar procedim ku mendohet që edhe
Zoti Rama është i përfshirë dhe e dyta që është i rëndësishëm është mos aplikimi me doppio standard i drejtësisë. Mjaftojnë këto dy element, dhe në opinionin tim, SPAK-u është munduar që t'i ruaj të paprekura, për ta konsideruar atë si një institucion i cili është jo i kapur as nga njeri dhe as nga tjetra palë politike. Kjo opozit, sigurisht, do të bëj gjithë shka për ta atashuar drejtësin me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën. Këtu në fakt, ta shtojme dhe këtë, i ka ardhur në ndihmë edhe vetë qëndrimi Partisë Socialiste. I keni dëgjuar, besoj, kur edhe dje madje, përfaqësues të saj thoshin që drejtësia është prodhim i Partisë Socialiste, është ideja ynë, ka qenë projektin tonë. Këta vetëm votat kanë dhënë në 2016. Madje edhe 90, po të doni jo, 90 e atyre në komptarëve. Pyesja me zemër apo pa zemër? I kanë dhënë pa zemër, pa zemër, që gjithmonë me idenë që ne japim, pastaj rada jo nuk do vija që rada vjen në fakt. Kështu që këtu do t'jemi të bindur, do them gjithë publiku shqiptar do t'jetë i bindur që nëse ka sot një institucion, s'po quaj rreze shprese se s'më pëlqejnë këto epitetet, por që në fakt ka një lloj element ku do duhet investuar në besim, është drejtësia e re, sidomos SPAK-u. SPAK-u dhe GKK-ja dhe PKK-ja, tani që t'jemi korrekt. Trinomi, po. E për këtë arsye, mjafton të shihni sulmet e rakorduara të njërës dhe tjetërës palë. Po vutre, që ka sulme nga njëra palë dhe nga pala tjetër, njëkohësisht dijeni që ky është shenjë e suksesit të SPAK-ut. E qartë. Në fakt, shumë diskutuan dje edhe për pyetjet që bën zyrtarët e opozitës. Tani unë kam një pyetje të drejtë për drejtë. Nëse do ishe në sallë, apo si ministri i drejtësisë që ju keni qenë në kryet detyrës, një kreu të institucionit të drejtësisë, çfarë pyetje do t'i bëni, zoti Ali Piaj? Kam qenë, vjetë kam qenë, dhe kam bërë pyetje. Dhe qëndrimi im është ai që kam pas vjetër sot dhe duhet ta ketë kushdo tjetër, modestisht do duhet kushdo që është në atë sallë dhe që nuk është i kapur, do duhet ta bëj. Pyetja e parë është çfarë nevojash ka?